Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku baklavan për rastin e festave të fundvitit. Kjo është një recetë e re që unë kam përgatitur ditët e fundit, baklavan për familjen time me rastin e festave të fundvitit. Dhe mendova që recetën ta ndaj edhe me ju, pasi me të vërtetë që në fund fare baklavaja ka dalë shumë e mirë, shkrihet në gojë, dhe ajo që është më e rëndësishme është që nuk ju merr shumë kohë për ta përgatitur dhe procesi bëhet fare kollaj. Në kanalin tim ka edhe mënyra të tjera të përgatitjes së baklavas, por këtë herë procesin e kam sjell pak më ndryshe për ta bërë punën edhe më të thjeshtë, që edhe të mos lodheni, por që edhe të gjithë ju që nuk keni përgatitur ndonjëherë baklava në shtëpinë tuaj, pasi të shikoni këtë video, jam e sigurt që do ta keni shumë të thjeshtë përgatitjen e baklavas për familjen tuaj. Tani, pa humbur kohë, le të nisim me përgatitjen e recetës. Në fillim do të përgatisim brumin. Për brumin e baklavas, në një tas unë kam shtuar rreth 500 gram miell dhe më pas tek tasi kam shtuar 4 kokra vezë të plota, kam shtuar 1 filxhan kafe të mesëm me qumësht ose 100 ml qumësht, kam shtuar 1 filxhan kafe të mesëm me kos, pra është 1 filxhan që kam përdorur edhe për qumshtin. Më pas të gjithë përbërësit i kam përzier mirë dhe në fund fare kam shtuar në tas edhe 1 gotë plot me gjalp të shkrirë ose pothuajse 150 ml gjalp të shkrirë. Këto janë përbërësit që unë kam përdorur për përgatitjen e brumit për baklavan. Nëse do të përgatisni më tepër brum, atëherë do t'i shtoni përbërësit. Të gjithë përbërësit i trazojmë mirë derisa të formojmë një brum të butë që nuk na ngjisin duart. Dhe duke përgatitur brumin në këtë mënyrë, do të shikoni që në fund fare brumi do të dalë shumë i shkrifët, shumë i butë dhe baklavaja në fund fare do të shkrihet në gojë. Sekreti i përgatitjes së një brumi të mirë është pikërisht përdorimi i gjalpit në këtë recetë. Ka shumë që përdorin vaj, edhe unë kam përdorur vaj në disa receta të tjera, por këtë herë kam vendosur që recetën ta përgatis me gjalp. Për disa kohësh në fakt e përgatis në këtë mënyrë brumin e baklavas dhe me të vërtetë që jam shumë e kënaqur me rezultatin, prandaj vendosa që këtë sekret ta ndaj edhe me ju. Provojeni dhe do ta shikoni ndryshimin kur të përgatisni brumin e baklavas në këtë mënyrë. Brumin e punoni mirë, ka shumë rëndësi punimi i brumit për disa minuta në mënyrë që në fund fare brumi të dalë ashtu siç duhet dhe baklavaja të shkrihet në gojë. Pasi brumin e keni punuar mirë, do të shikoni që duart nuk do të ngjiten. Tani brumin e vendosim tek tasi, do ta lyejm pak me vaj në pjesën e sipërme në mënyrë që të mos tahet, e mbuloni me një kapak dhe do ta lëm brumin që të pushojë për të paktën rreth 1 orë. Gjatë kësaj kohe do të përgatisim arrat, nisë shtenë dhe gjithashtu mund të bëni gati edhe gjalpin që do të na duhet për baklava në fund. Pasi të gjithë përbërësit i keni gati, edhe brumin ka pushuar për të paktën 1 orë, tani brumin e keni gati. Do ta shikoni që pas rreth 1 ore që brumi ka pushuar, është bërë edhe më elastik, shumë i butë, edhe do ta keni shumë kollaj për ta ndarë brumin në kuleç. Me këto përbërës që unë kam përdorur në këtë video, brumin e kam ndarë në 43 kuleç të vegjël. Kur të ndani kuleçët, pak fare më të mëdhenj se sa një arr. I ndani kuleçët, u japin formë rrumbullake, i vendosim radh në tavolinën e punës dhe më pas i mbuloni sipër me një pecetë ose me një qese kuzhine në mënyrë që të mos tahen gjatë kohës që përgatisim baklavan. Unë kam përdorur gjithashtu për këtë recetë një paketë rreth 250 gram me nisë shte, kam përdorur 300 gram arra, pasi baklavan në këtë rast e kam bërë vetëm me një shtresë arra në mes, dhe kam përdorur edhe rreth 350 gram gjalp të shkrirë për t'ia hedhur baklavas sipër. Nuk kam përdorur më tepër gjalp, pasi mos harrojmë që edhe brumi brenda ka gjalp. Para se të nisim baklavan dhe të nisim hapjen e petëve, do t'ju rekomandoja tani që të hapim furrën dhe ta lëmë që të nxehet në 150 gradë Celsius. Dhe ndërkohë, kuleçët i kemi gati, të gjithë përbërësit i kemi gati dhe tani do të fillojmë me përgatitjen e baklavas dhe me hapjen e petëve. Baklavan në këtë rast unë e kam përgatitur
me 6 shtresa. Për secilën shtresë unë kam përdorur 7 kuleç dhe vetëm një shtresë kam bërë me 8, pasi siç u thash ishin 43 kuleç. Procesi është shumë i thjeshtë, siç do ta shikoni edhe në video. Për secilën shtresë unë kam marrë 7 kuleç, i kam hapur kapak me 20 shtesë, siç e shikoni edhe në video, pak a shumë sa pëllëmba e dorës. Dhe pasi keni hapur të 7 kuleçët në këtë lloj forme, duke përdorur 20 shte, gjithmonë duke përdorur 20 shte, petët nuk do të ngjiten me njëra tjetrën. Pasi keni hapur të 7 kuleçët, pothuajse se madhësia e pëllëmbës dorës, tani petët e vogla që kemi hapur, i spërkasim nga pak me 20 shte dhe i vendosim njëra sipër tjetrës. Sa herë që të vendosni petët njëra sipër tjetrës, mos harroni të hidhni nga pak 20 shte në mënyrë që petët të mos ngjiten gjatë kohës që ne do t'i hapim më tej. Dhe tani të gjitha petët e vendosura njëra mbi tjetrën do t'i hapim në madhësi pak a shumë sa që është tepësia ose pak më të mëdha, duke qenë se brumi në këtë rast ishte shumë i butë, kishte gjallë brenda edhe shumë i shkrifët, brumi hapej shumë kollaj, pa lodhje fare dhe petët vetëm hapeshin. Prandaj unë petët i kam bërë pak më të mëdha se madhësia e tepsisë, por nuk ka problem, pasi në fund fare mund t'i prisni dhe petët që u teprojnë ose mund t'i shtroni brenda baklavas, ose mund t'i thani dhe t'i bëni pak me sheqer dhe t'ua jepni fëmijëve. Kur mendoni që petët janë hapur aq sa duhet dhe që janë të holla, në këtë pikë tani do të vazhdojmë me procesin tjetër që është pikërisht tharja e petëve në furrë. Për këtë kemi vendosur përmbys një tepsi furre brenda në furrë. Në 150 gradë Celsius do të bëjmë tharjen e petëve. Petët që kemi hapur i vendosim mbi tepsinë që është brenda furrës, e mbyllim furrën dhe i lëm petët në këtë mënyrë për të paktën 2-3 minuta. Varet edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj, por gjithsesi nuk na duhet që petët në këtë rast i pjekim, por vetëm sa të përthahen pak, dhe këtë e kuptojmë që momentin që do të shikoni që petët kanë filluar të ngrihen pak, pra të krijojnë hapësirat midis njëra tjetrës, në këtë moment, siç e shikoni edhe në video, do të kuptoni që petët janë gati. Mos i lini më tepër se 2 minuta brenda në furrë, pasi në të kundërt, ato edhe mund të ndryshojnë ngjyrë gjatë kohës që janë në furrë dhe kjo gjë nuk na duhet, pasi më vonë do ta bëjmë pjekjen e baklavas në fund fare. Prandaj ajo që do të bëjmë është thjesht tharja e petëve, proces që mund ta bëni fare mirë edhe brenda në shtëpinë tuaj, nëse doni. Pra mund mos i thani fare në furrë, por mund të hapni një çarçaf në shtëpinë tuaj dhe t'i lini petët që të përthahen pak. Megjithatë, ky është një proces në dëshirën tuaj. Po të doni petët mund mos i thani fare, por më besoni që ka një dallim kur petët thahen, pasi baklavaja bëhet edhe me shkrifët edhe me mirë. Këtë ua them nga eksperienca, e kam bërë disa herë baklavan edhe me petë direkt, pra pa i thar fare, edhe me petë të thara, edhe gjithmonë më pëlqen versioni kur petët thahen pak. Dhe pasi petët janë përthar, i nxjerrim nga furra, i vendosim në një tepsi dhe i lëm aty që të ftohen dhe ne do të vazhdojmë procesin për shtresat e tjera të baklavas. Tani procesin ju e dini, është e njëjta procedurë që do të ndjekim siç vepruam me shtresën e parë. Dhe më pas shtresa do t'i thajmë të gjitha një nga një me përjashtim të shtresës së fundit, pra shtresa e fundit që do të vendoset në pjesën e sipërme të baklavas, të cilën nuk e thajmë. Në këtë rast, duke qenë se unë kam pasur 6 shtresa për përgatitjen e baklavas, kam tharë në furrë vetëm 5 për tyre dhe shtresën e fundit nuk e kam tharë. Kur të keni përfunduar të gjitha shtresat së thari në furrë dhe tani të gjitha shtresat i keni gati, tani do të fillojmë me shtrimin e baklavas. Edhe gjalpin e kemi gati, kemi shkrirë që më parë, do të fillojmë të spërkasim pak me gjalp tepsinë ku do të përgatisim baklavan dhe tani do të fillojmë shtrimin e petëve në tepsi. Fillojmë me shtrimin e shtresës së parë. Siç e shikoni, petët janë pak më të mëdha se madhësia e tepsisë, unë i kam prerë pjesë tanësore. Mund t'i fusni brenda baklavas ose në rastin tim unë i lash edhe pak që të thahen dhe më pas i përzjeva me sheqer dhe ua dhash fëmijëve, njësoj siç vepronin edhe gjyshet dhe nëna tona kur ishim të vegjël dhe nuk ndjenim të ngopur me këto petët e thara me sheqer dhe me arra. Dhe më pas procesin do të përsërisim për të gjitha shtresat.
Kur të arrini te shtresa e tretë, pra shtresa e mesit, aty do të shtojmë edhe arrat, i nivelojmë mirë arrat sipër baklavas dhe sipër tyre do të vendosim shtresat e tjera. Kur të keni shtruar shtresën e pestë në tepsi, tani është gati që të përgatisim shtresën e fundit, të cilën unë e kam përgatitur pasi kam shtruar të gjitha shtresat e baklavas në tepsi. I hapim petës që shikoni dhe në video. Hapim një petë madhe, pak më të madhe se madhësia e tepsisë, pasi në këtë rast është kjo peta e sipërme që bën mbledhjen e baklavas. E vendosim shtresën e fundit në tepsi, presim pjesë tanësore që dalin jashtë tepsisë. Dhe tani është koha që të bëjmë prerjen e baklavas. Prerjen e baklavas jeni të lirë ta bëni si të doni. Unë e kam prerë në formë rombi, siç e kam prerë nëna tona dikur. Akoma në familjen time përdoret kjo metodë e prerjes së baklavas. Megjithatë, ju jeni të lirë ta prisni sipas dëshirës suaj. Gjatë kësaj kohe mos harroni të ndisni furrën në 180 gradë Celsius dhe ta lini që të nxehet. Pasi e presim baklavan, sipër i hedhim gjalpin që kemi shkrirë më parë. Keni kujdes gjatë kohës që shkrini gjalpin, të largoni atë shkumën që gjalpi nxjerr sipër, pasi ajo nuk duhet të hidhet baklavas. Dhe kur baklavan e keni gati dhe furra është nxehur në 180 gradë Celsius, tani baklavan e fusim për të pjekur. Pjekjen e baklavas duhet keni kujdes që mos e piqni në temperaturë shumë të lartë, as në temperaturë të ulët. Unë gjithmonë e pjek në 180 gradë Celsius për 30 minutat e para, në mënyrë që baklavaja të ketë nxehtësinë e duhur, që katet e baklavas të hapen nga njëra tjetra, edhe baklavaja merr atë ngjyrën e bukur të pjekjes. Pra për 30 minuta në 180 gradë Celsius dhe më pas e ulin nxehtësinë e furrës në pothuajse 120 ose 130 gradë Celsius dhe do ta pjekim në këtë mënyrë për të paktën 1 orë. Pra deri tani e kemi pjekur për 1 orë e gjysmë dhe pas 1 orë e gjysmë e ulim sërish nxehtësinë e furrës në 110 gradë Celsius ose 100 gradë Celsius dhe lëm baklavan në furrë edhe për 30 minuta të tjera në mënyrë që thahen edhe katet e poshtme të baklavas. Pra në total unë këtë baklava e kam pjekur për rreth 2 orë. Pas 2 orësh baklavan e kam hequr nga furra, kam marrë një pjekje fantastike dhe tani baklavan e lëm që të ftohet komplet, dhe kur baklavaja është ftohet komplet, ne do të përgatisim sherbetin. Për sherbetin e baklavas, në këtë rast unë kam përdorur rreth 400 gram sheqer ose 4 gota me sheqer, të cilat marrin nga 100 gram. Dhe kam përdorur rreth 250 ml ujë ose 2 gota e gjysmë me ujë. I hedhim të gjitha në tenxhere, i përziej mirë, e vendosim sherbetin të ziejë për të paktën 10 ose 15 minuta, ose derisa të shikoni që ka marrë trashësinë që duhet. Para se t'ia hedhim baklavas sherbetin, mund të shtoni pak lëng limoni sherbetit në mënyrë që sheqeri të mos kokrizohet.
Kur sherbetin e keni gati, e lëm fare pak minuta ishte dal ai avulli i nxehtë i sherbetit, pasi ka vluar, dhe më pas sherbetin ja shtojmë baklavas sipër. Në këtë rast baklavaja është komplet e ftohtë dhe sherbeti është i nxehtë. Jo fare i nxehtë, por është i ngrohtë, po themi. Pasi ja hedhim sherbetin baklavas, baklavan do ta lëm për të paktën një ditë derisa të pijë të gjithë sherbetin. Mund ta lini edhe për më tepër para se ta servirni, por unë pas një dite e kam servirur baklavan për familjen time. Ju e shikoni dhe vetë se sa mirë ka dalë baklavaja në fund, me të vërtetë që ka dalë fantastike baklavaja këtë vit. Një recetë shumë e thjeshtë, përgatitet shumë kollaj, dhe për këtë ua garantoj, pasi unë e kam përfunduar shumë shpejt përgatitjen e baklavas sime. Procesi është aq i thjeshtë sa që të gjithë ju mund ta përgatisni për familjen tuaj, dhe në fund fare rezultati është fantastik, shkrihet në gojë komplet baklavaja. Prandaj mos hezitoni ta provoni këtë recetë, jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë. Në kanalin tim gjeni edhe receta të tjera të përgatitjes së baklavas për raste të ndryshme, prandaj mund t'u hidhni edhe atyre një sy. Kjo ishte receta që unë kisha përgatitur sot për ju, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonojeni kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.